Është vështirë për të nisur jetën në Amerikë? Në vitet e fundit mendoj që se çdo lëvizje është e vështirë, por marr parasysh edhe nëse lëvizim brenda Evropës, jo po lëvizim në një kontinent tjetër, është gjë e vështirë, por duke pasur parasysh gjitha organizatat që janë atje dhe shqiptarët se ti e them më herët që ne jemi mikpritës. Pa marr parasysh shqiptarët kur shkojnë ne kemi atë mikpritjen tonë në gjak, në DNA, siç thuhet. Mendoj që është një lehtësim shumë i madh. Po marr parasysh ato sfidat e shoku i ndryshimit, kultura apo ato sistemet e përditësore që kanë jetuar në trojet e tyre dhe tash që jetojnë atje është ndryshim i madh, por ne mundohemi që t'ju ndihmojmë sa më shumë që është e nevojshme, qoftë në aspektin gjetjes punës, aspekte tjera ndihmës për dokumentacion apo për sistemet, proceset. Arsye se ne kemi gjetur një kod bashkëpunimi që të ndihmojmë njëri tjetrin dhe në momentet kur unë kërkoj që do ndihmojmë këtë organizatë që merret si rasti në Gjakov me gratë me kancer, ata gjithu bashkuan dhe ne do ndihmojmë. Kemi raste tjera ku kemi dërguar çanta për fëmijë në Shqipëri, kemi ndihmuar familje me ndihma, nevoja të ndryshme, ndihma qoftë ajo mjekësore apo medikamente apo edhe në aspektin financiar.